me zbulu apo me përshkruaj të gjendjen reale me qëllim të përmirësimit. Kjo është ajo biseda kryesore, se as ne nuk kemi ideal. Për shembull, nuk merr përgjegjësi për të martu, nuk merr përgjegjësi për ta udhëheq familjen, edhe nuk merr përgjegjësi për një ambient ku ai jeton. Ma shumë është fokusuar tek jeta e tij individuale sesa ajo shoqërore ose kolektive. Po se sikur shoqëroria për të nuk është me rëndësi. Rëndësia mune. A është një problem i spikator apo i theksuar tek rinia? Që sot ai në momentin që ne nuk ja plotësojmë një dëshirë, automatikisht ai atë dëshirën e zë nevojë. Nuk është me rëndësi çka nuk posedon, me rëndësi çka posedon. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, bëu i kënaqur me atë çka Allahu ta ka dhënë, do të jesh njeriu më i pastër. Pak më specifike për arsye se aty është ai brumi ku formohet karakteri dhe personaliteti shoqëror. Shumë të theksuar aspekti negativ që krijon hapësirë për dhunë kibernetike, bullizim nëpërmjet rrjeteve sociale, edhe e thekson vetmin. Ai do me mush atë boshllok, edhe do me jetu për të tjerët. Atëherë kur jeton ti për të tjerët, standardet i mënojnë të tjerë për ty, jo ti për vetveten. Bismillahirrahmanirrahim, në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që e ndiqni podcastin Mezhlis, sonte e kemi një mysafir të veçantë. Për të cilin do të flasim për rinin. Tema e këtij podcasti është për rinin po bisedojmë. Hoxha i nderuar, Behxhet Dënjani, mirë se vjen në podcastin në Mezhlis për të biseduar për rinin. Mirë se gjeo nderuar, është kënaqësi me kom mysafir joti, po njëtën kohë dhe përgjithësi se ti jeni hoxh i njohur në trevat tona, mesin ton, inshallah Allah t'jep bereqet shëndet. Po është edhe përgjithësi që bashkë me ti me bashkë bisedu ose me nda këto tema është njëtën kohë dhe kënaqësi. Është kënaqësia jonë me kom mysafir juaj. Ne nga historia islame e dime dhe kemi mësuar se në kohën e pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, rinia ka qenë ajo forca kryesore me të cilën Allahu subhanahu wa taala e ka ndihmuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse e kishim bërë një krahasim me gjendjen e rinisë atëherë dhe me gjendjen e rinisë sot, çfarë paralele mund të bëjmë? A ka mundësi të krahason apo krahasimi është një lloj absurditeti? Fillimisht bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahu na falenderoj, salatat për shëndetit Muhamedit alayhis salam, ja dërgoj dhe adresoj. Po dyshim që rinia është një forcë, të cilën edhe një energji, të cilën e ka një etapë e jetës, të cilën njeriu duhet me shfrytëzu në atë periudhë të cilën e kalon. Zoti Manushëm edhe e ka lavdru atë moshë apo atë etapë të jetës, bile dhe ka cek një rast që është në surën Al-Kahf, fitje, ka thënë tun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, një pjesë e rinjes të cilën Allah i përzgjedh që të jenë në shfrytëzim të dinit dhe në shfrytëzim të popullit është mirësi. Sa i përket asoj paralele po ta bëjmë, normal që pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam sipas rrethanave të cilët i kam pas në atë zaman, është ka normale që një djalë i ri me pas përgjegjësi. Sot në këtë kohë, për fat keqin, mund të them se nuk duhet të jem kritikues. Megjithëse kam qëllimi nuk është me i kritikurin, po qëllimi është me zbulu apo me përshkruaj të gjendjen reale me qëllim të përmirësimit. Kjo është ajo biseda kryesore, se as ne nuk kemi ideal. As që jemi në moshën madhore për shembull, edhe ne kemi shumë si të mangësi. Jeta është mësim. Edhe bile po ta tregoj një rast, sot isha në vizitë të disa studentëve në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të cilët studionin aty edhe thash e banam një takim. Thash unë sot do të takona me ju, mi ju tregu çka mos me bën. Se çka me bën duli i keni ulemat. A çka mos me bën nga prevoja ime do t'ju tregoj mos i bani këta, mos e bëni këta. Po atë paralele kisha të rreth shembull në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kemi raste ku i dashmion ju ka dhënë përgjegjësi atyre. Si për shembull Usama ibn Zeidin shkon e ban krye komandant. Nën ushtrinë e tij ka qenë Ebu Bekri dhe Omeri, mirë po fatkeqësisht aty vdes pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam ndron jetë dhe Ebu Bekri bëhet halife, Omeri çndron që t'i bëjë shoqëri
Ebu Bekrit. Mirë po, në moshën 18 vjeçare merr një përgjegjësi shumë të madhe. Ajo paralele ose ambasadori i parë i Islamit, Musab ibn Umeri, radhiyallahu anhu. Edhe e shohna që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo ai gjenerat, asaj kohe, përgjegjësia është ndo sipas tipareve të pjekurisë. Shembull, djemt janë martu të ri. Sot në këtë paralele kohore, po ta grejmë vjen, do ta shohna që sot një i ri e konsideron veten edhe në moshën 40 vjeçare, 40 vjeçar. Shembull, nuk merr përgjegjësi për të martu, nuk merr përgjegjësi për ta udhëhequr familjen, edhe nuk merr përgjegjësi për një ambient ku ai jeton. Ma shumë është fokusuar tek jeta e tij individuale sesa ajo shoqërore ose kolektive. Se sikur shoqëroria për të nuk është me rëndësi. Me rëndësia mune. A është një problem i spikator apo i theksuar tek rinia, që ma shumë mendojnë se bota sillet përreth tyre dhe nëse unë vetë jam mirë. Po, qëralisht fetarisht nuk është ajo moto e jonë është la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, nuk ka besu askush prej jush me iman të plot derisa nuk e dëshiron vllaut të tij atë që e dëshiron për vetveten e tij, që le më nën kuptu që një besimtar, një i ri apo një besimtar çfarëdo moshe që ka, nuk mund të jetë musliman apo besimtar tamam derisa nuk e dëshiron edhe kolektivit, shoqërisë të mirën ashtu siç e dëshiron për vetveten e tij. Në këtë rast shembull ajo ne sot kemi një defekt hoxha, ku ndalet një pjesë e rinijës te ajo paralelja që thot unë ende nuk e kam kryer fakultetin, jam i ri, ose është në fazën e studimeve, thot unë jam i ri, ose edhe pasi ta kryej thot unë të punësohem, ai nuk dëshiron me marr as përgjegjësinë e martesës. Shembull, unë sot kur takona me të ri po them moshën 24-25 vjeçare, pasi që ta kryej studimin, e shoh ai stagnon ose e zë si pengesë martesën. Edhe thot unë jam i ri. Këshire, ne po ta tërheqim një paralele shumë në kohë më të afërt. Gjyshrat e tonë, shembull. Në moshën 20 vjeçare ai ka qenë prind. Ka qenë përgjegjës i familjes, ose ndoshta i ka vdek baba, ai ka qenë edhe përgjegjës i motrave dhe i familjes më të gjerë. Në këtë rast, kjo paralele e rinia e sodit me rininë e kahmoqshme ose të mëhershme deri te pejgamberi alayhis salatu wasalam, e shohna që kjo rinie jonja sot të cilën ne jetojmë për fat keq nuk merr përgjegjësi hoxha. Nuk merr përgjegjësi profesionale. Shembull, unë shpesh them nëse nuk keni ose përgjegjësi shoqërore. Po, shembull, dosha me cik këto hoxha nëse më lejohet, shembull, një i ri i cili jo me do e mos duhet të jese profesor ose duhet të jese mjek. Një i ri mund të jese i dobishëm për shoqërinë nëse është shembull një zanatçi i mirë. E ka një zanat edhe e përkryen. Shembull, ose është një punëtor i thjesht, mirë po është i zgjellshëm, është i vyshëm edhe për vetveten edhe për shoqërinë. Se për shembull ai nuk bëhet barr e shoqërisë me shku me lyp për ne mi çu paketat ose ushqim. Mirë po ai është rasti i tij është ai jo vetëm që jep, merr për veti, po jep edhe për të tjerët. Andaj një shoqëri e cila nuk ngritet si në aspektin profesional, në aspektin moral, e kam për qëllim të rinin. Atëherë kur t'i vere shanca nesër të morë një përgjegjësi, që të bëhet shembull një kryetar i një institucionit apo të bëhet një pris për diçka, ai nëse nuk e shfrytëzon rastin me përgatitje paraprake, ai kur do të vere rasti ai do të dështoje. Shembull, kanë faj pakës prindërit këtu duke u plotësuar çdo dëshirë, çdo kërkesë, familjet pastaj kur ata bën të pa aftë me u ballafaqur me ndonjë sfidë, me ndonjë problem, me një realitet. Me një realitet, se jeta nuk është çdo herë si ajo petlla, po ndonjëherë ka edhe sfida, ka probleme, ka smundje, ka vështirësi. Ka varfëri, e cila ka mundësi me ndodhë. Edhe ose nuk i plotësohet një dëshire, shikojmë se si ata reagojnë disi në mënyrë të pakuptueshme. Nuk e ke plotësuar një dëshirë, atë po krizë kiameti, pse s'mu ka plotësuar kjo dëshirë, apo patjetër këtë. A nuk është kjo një qasje e gabuar të edukimit ndaj fëmijëve? Me siguri në aspektin pedagogjik kemi defekt si shoqëri. Menoj edhe si shoqëri në tërësi njerëzore, jo vetëm si besimtar. Për arsye se e shohna që sot lazdria ose komoditeti i tepruar ose luksi i tepruar është bën diçka normale.
shembull, po ta them atë kohën tonë, kur gjatë bajrameve kur na zhbleni e tesh, unë s'po tham me u kthi ajo kohë, ne e kemi rujt ato tesha deri në sabah, po kupton ç'ish kemi vesh. Shembull sot një familje unë, hoxha, i ka gjatë javës ndoshta i blen ka 2-3 tesha. Ose shembull gjatë ushqimeve, ai nuk di mos ka është e mira. Për arsye se këto hajet e shpejta Facebook që i thonë, shembull ai ka të përnaçme. Pastaj lojrat, ai nuk e di shembull çka është mos me pas lojën. Ne në kohën tonë, po tham, një top futbolli kush e ka pas, në lagjet tonë, aty ku kemi luajtur si fëmijë, ai akon në gjuhën e shkopjanësh, ai akon kryesori glavni i kanë thonë. Ai kur ka dashur e ka ndriç lojën, ai kur ka dashur e ka prish lojën. Ai ka marr topin dhe ka shkuar te shtëpia. Edhe kur ai akon referi, ai akon organizatori, ai gjithçka. Ai e ka por ekip. Ai sa kush ka me kon gollman, kush ka. Ai akon ekipën më të mirë ka marrë, edhe ai fituesi akon gjithnjë. E shembull sot fëmijët e tani kanë jo një top, po kanë top të futbollit, të basketit, të handbollit, të gjitha sporteve të cilat. Edhe shef që sot ai në momentin që ne nuk ja plotësojmë një dëshirë, automatikisht ai atë dëshirën e zë nevojë. Jo luks, jo diçka që është fakultative. Jo diçka kemalia që thotë. Po, fakultative. Po ai është diçka të patjetërsueshme. Esenciale. Edhe në momentin që ai e konsideron këtu, ai atë me një fjalë ai mund zot na ruaj të bjerë në depresi. Shumë babam s'po ka. Neve na ndodh, për shembull tash ka shëtitje të ndryshme me klubet e sporteve, edhe vjen fëmia, për shembull thot babu ne du me shku në filan sportin. Me shëtitje, shembull përgatitje sportive. Po sa kush ana me përgatitje, shembull të thot ai 300 euro. Tash pak e kuptim me gjet me dosinë, është një jetë pak më e vështirë, mundshim i thon, për momentin vallai nuk është e mundur. Edhe ai thot, ai me një familje e varfër, ai me një familje e cila nuk mund mi, shembull, ai është diçka jo esenciale, jo e patjetërsueshme, ai e shtit të gjonat e patjetërsueshme, automatikisht te ai formohet e fëmia, formohet një fobi ose një ankth që ai është një familje e skamnore e varfër. Edhe këtu e hupat besimin ose vetbesimin edhe ai. Edhe vetvlerësimin. Shumë problem është se rinia shpejt e humb vetvlerësimin e vetes. Do thonë fillon ta nënvlerëson veten kur e sheh se sa të kalon ndonjë sfidë, ndoshta është sfidë shumë e vogël, por ai nëse dështon, atë automatikisht e ka planeu vetbesimi i ulët, nuk e vlerëson vetveten e tij edhe pastaj vijnë pasojat tjera, si tha përmendja ti ato, nga aspekti psikologjik, edhe smundjet e tjera, stresi dhe ankthi dhe depresioni dhe këto gjëra tjera. Po dyshim, domethënë sot bish mos me pas një telefon fëmia, shumë ka dalë në trend, ta ke se X telefonin që ka dalë më i riu. Mos i bëjmë reklamë. Po, edhe tash i ka dëshira i ta ke se në dorën e tij, në momentin që prindi i shkret nuk e ka mundësinë ta realizojë, ai njihet indiferent prej shoqërisë, ndihet i përjashtuar, i nënshmuar, që realisht unë bëjmë shpesh edhe me fëmijët e mi, hoxha, mundona këtë hadith me ja u përdor atyre, e them kështu, nuk është me rëndësi çka nuk posedon, me rëndësi çka posedon. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith, bëu i kënaqur me atë çka Allahu ta ka dhënë, do të jesh njeriu më i pastër. Më i pastër. E njeriu mëngjes kur çohet, unë edhe një apel ja kisha dhënë edhe të rive ton, nëse ndëgjojnë këtë me siguri do t'ju bjerë në sy edhe në vesh, mëngjes kur çohesh, nëse do me qenë i lumtur, numëroj gjanat të cilat i posedon. Unë posedoj shëndet, unë posedoj sot rahati, nuk kam një breng shëndetësore, nuk kam diçka tjetër, numëroj të mirat, të ta shih që i shumë i pastër. Në momentin që vallai kemi fillu unë se posedoj një jahtë, nuk e posedoj një veturë, shembull në trendit ose një telefon X. Nuk e posedoj një vill ndeti, nuk e posedoj një aeroplan. Automatikisht ti nuk do ta shijosh atë të cilën e posedon. Shembull, edhe në qoftë, edhe një shator në qoftë. Momentin që ti nuk kemi shiju ata, nuk kemi ditë vlerën s'ki për ta ditë me shiju. E unë mendoj që këtu është defekti më i madh për arsye se ne i ushqim me gjona fakultative ose nafile që themi ne, kur vjen pasaj ai te gjonat që janë patjetërsueshme, ai s'di me bë dallimin, cila është e patjetërsueshme dhe cila është diçka luks edhe jo e nevojshme. Diçka që aty duket esenciale edhe kryesore për jetën e tij. Tash jemi të jetu në kohën digjitale, kur këto rrjetet sociale dhe platformat digjitale janë bë pjesë, me thonë, shumë e rëndësishme jetës së rinisë. Kemi ato që e quajnë
hiperkyqje në rrjetet sociale. Do thonë dikush më tepër se 7-8 orë, 10 orë, ndoshta deri në 15 orë i kalon të lidhur me këto rrjete sociale. Ne e dimi se shumica e efektit apo asaj materialeve të cilat ju shfaqen apo ju dalin rinis, nuk e kanë përmbajtjen e duhur, por ma tepër i çojnë drejt asaj që quhet shturje dhe devijim dhe gjëra tjera lajthitje që nuk janë mirë për një rini. A mendon se këtu pak përsëri do të kanë të prindërit, fajin e kanë prindërit të cilët, siç e tham më herët, çdo dëshirë u kanë plotsu, pastaj edhe dëshirën për telefona apo për rrjete sociale, u kemi plotsuar pa i pyetur edhe pa i mbikëqyr. Dhe pastaj kur ajo varësia e ka marrë udhën e vet edhe fëmijët janë bërë të varur, atëherë është vonë për ta gjetë një zgjidhje. Kam për qëllim se këto rrjete sociale sikur kërkojnë prej personit me kanë perfekt në çdo aspekt. Si zakonisht ai perfekcionizmi shihet tek forma e jashtme. Çfarë tesha ka vesh, çfarë telefoni ka, çfarë kamerë ka, çfarë syze ka, çfarë motori ka. Edhe këto pastaj e bën atë që të bëhet një lloj sklavi, një lloj robi i atyre gjërave, se dje bisedojsha me një person i cili është mjeshtër, zanati punon. E tha, shumë jam brengos për një qirak timi, tha, çashtu ka hinë në filma, tha, jeta e tjera, thot kredit do të bëj, ta blej një motor i cili kushton 16.000 euro. Pra 16.000 euro, e tash krejt është fokusu tek ajo. Si që thove, ajo është diçka esenciale, nuk është esenciale. A mendon për me ndërtu një shtëpi, për me blej një banesë, apo për me siguru një dyqan ku ka me punu? Me investu diçka. Jo, i ka shku mendja dhe është i gatshëm, çdo sent që ka, me sakrifiku desa ta blej qatë motor. Kjo është me siguri në ndikimin e kësaj fotografie që ju ekspozohet në përmet rrjeteve sociale, në veçantë në përmet TikTokut dhe gjërave tjera. Oço, besoj që sicila kohë ka pas sfidën e vet. Domthonë sicila periudhë kohore, ne jemi duke jetuar me një periudhë kohore ku sfida e jon si shoqëri, po edhe si prindër në veçantë, është rrjetet sociale. Ku për hir të vërtetës edhe mosha më e shtyrë është moshë shumë e mvarur, duke filluar edhe prej neve, jemi voto mvarur nga rrjetet sociale, në kanë imponu edhe neve fetarve dhe atyre ndoshta intelektualeve, për arsye se me shiku një lajm i cili është më i shpejtë dhe kështu me radhë. Si sfidë shoh problematike të këtë fazat e njerëzve, e jetës, mirë po te e rinia është pak më specifike për arsye se aty është ai brumi ku formohet karakteri dhe personaliteti shoqëror. Në momentin që dështojmë në formimin e karakterit ton, në formimin e personalitetit ton, atër defekti do t'jese në të armë më i keq. Për shembull, një njeri i cili ka 50 vjet, mundet të dështojë mirë, po prej atij nuk pritet diçka produktive në të ardhmen. Tash padosh me nënçmuar atë moshë, mirë po ai e ka arritat ndërtimin e tij. Ndërsa një fëmijë i cili është 12 vjeçar ose 10 vjeçar, tash për fatkeqen kemi rrjete sociale ku nuk ka dhe kushte ose nuk ka filtera se në çfarë moshe duhet të kyçet. Atje edhe është edhe me një e trus aty që i kam plus 18 edhe kryet puna, nuk ka filter i cili e pengon. Pastaj prindrit të cilët për fatkeqen këtë jemi të kyçur në rrjete sociale, në mungesë të kohës që të bashkëbisedojmë me fëmijët, ne jemi të gatshëm që t'ju legalizojmë atyre kyçjen edhe atyre në rrjete sociale. Pastaj ajo e ka na lojnë rahat ne. Po, aty doshta me dal. Pastaj e ka atë feedbackin e keq. Për arsye se duka hungur bukë në tavolinë, gjithë së bashku shikojmë rrjete sociale. Pastaj edhe gjatë qëndrimit në sallonet tona, shembull shpeshherë kam cek ka rasti, ne më shumë qeshme me prindërit tan me shkronja se sa në realitet me buzëqeshje.
për arsye se prindërit kemi bërë tash grupe familjare, një pedaje me motra me sen, edhe tash aty për shembull është i kiqur edhe prindi. Aty e çet një foto ose një status ose një shkrim, në tash çeshmi. Mi po realisht po ta bëjnë në mënyrë fizike, e qeshura nuk do të jetë live, po, nuk do të jetë në nivelit të tillë. Para ta, ndikimi i rrjeteve sociale ka humbë edhe aspektin shoqëror, social, familjar. Edhe në aspektin edukativ, ajo kalon në xhurmë negative, shembull fjalori i ndytur nëpër rrjetet sociale ku përdoret siç e ceke TikTokun, shembull më ka rasti që të futëm ti dëgjoj disa prej tyre në kalimthi, jo të hulumtoj detajisht, po në hapjen e parë ti e shet që ballafaqohesh me një trend shumë të keq të popullit, banalizim, ose shembull siç e ceke te veshja pasaj e ndikon. Edhe kur njeriu nuk ngopët, nuk është i ngopur i ngim me atë çka e posedon, ai vazhdimisht do të jetë në ndjekjen e epshit. Ai epshi siç dihet, po nuk e kanalizove, e fute në binar, ai do të bosh robi i saj. Sot shembull, pyetja shumë reale do të ishte huç me pyet vetveten edhe të tjerë mi thon, a ne kontrollojmë telefonin apo telefoni neve? Që realisht siç e ceke se ka sot edhe statistika ku njerëzit çndrojnë domthonë me orë të tëra, me 10 orë të tëra në rrjete sociale, shumë po të nalmi, tash unë shka feedbacki i dobishëm prej qëndrimit ton. Megjithëse ka, tash interneti ose rrjetet sociale janë shpall me dyteja. Pak më herët tham drejtën e dëgjova një djalë. Unë dje lexoja një statistik ku rrjetet sociale për shembull janë përdorur në mënyrë të suksesshme që njerëzit të organizojnë. Për shembull këto aksionet humanitare. Shumë shpejt janë organizuar njerëzit edhe kanë ndihmuar njeriu në nevojë nëpërmjet rrjeteve sociale. Kanë shpall ona e dobishme. Ona e mirë. Nga ana tjetër kemi edhe shumë të theksuar aspektin negativ që krijon hapësirë për dhunë kibernetike, bullizim nëpërmjet rrjeteve sociale, edhe e thekson vetmin. A ndoshta i ka 5.000 apo 80.000, 70.000 followers i ka? Ndjekës apo i ka shok, si i thëshme përpara friends, ama prap në dhomën e tij është i vetmuar. Momentin që i izoluar. I hub bataria, i shukë telefoni ai është i vetëm. Sigur, kjo është një problem, një aspekt negativ i këtyre rrjeteve sociale. Është vështirë për rinin në moshën e tyre kur hormonat e bëjnë vetën, kur është ka përplasje të interesave, akoma nuk ka vendose si do ta zhvillon jetën edhe, atëherë është shumë vështirë që ai me e gjetë balansin në përdorimin e të rrjeteve sociale. Investimit të shembull dosha ta ceki edhe këtë pikë, investimit e rrjetet sociale, nuk them që në tërësi është i dëmshëm, se ka dhe dobi që e potencuar, mu më rasti si sot pak më herët të dëgjoj një djalë egjiptian i cili i imitonte me domthonë në lexim të Kuranit shumë bukur, shembull Menshawiun, Ali Jabir rahimahullah dhe Yasir Dawsarin. Shembull dëgjimi shumë në rrjetet sociale të lexuesve të Kuranit e bën që edhe leximi të ishte më i mirë. Shembull i Kuranit. Unë një dobi që kom pa rrjetet sociale e kanë që njerëzit i kanë bën me ditë mu shpreh më mirë, po edhe më shënu më mirë. Me gjithë para ChatGPT, se ChatGPT tash e ka bë problematikën e vetme, ku njëri analfabet di ndoshta edhe drejt shkrim edhe me shkujt një tekst shumë të gjatë që me bo mësue njoft, ti thu kush kanë aki akademik që është duke shënue këta, mi po fal teknologjisë ja ka dhënë mundësinë çdo kujt. Mirë po, ajo që duhet ta cekë hoxha që sot edhe ne përdorim edhe këtë platformë të cilën ju e keni, shembull Mexhlisin, podcast, shembull është një platformë e cila neve na jepet hapësirë që mu plasu në rrjetet sociale të nesërme. Mirë po, nëse nuk ka filter si përgjegjës familjar, ku Muhamedi alayhi salatu wasallam thotë secili prej juve jeni përgjegjës dhe çdo kush prej juve do të japë përgjegjësi për kopën e vet. Në këtë rast mesazhi im do të ishte deri tek ne kryefamiljarët që ta kemi një filter familjar në mënyrë edukative, jo diktatoriale, shembull me dhunë. Shembull bëre telefonin ta shikoj, sa mirë po kemi alternativë. Unë kisha bë alternativë, kisha thonë hoxha, ta kemi shembull një herë në javë, kemi një lexim të librit.
shembull sirën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pastaj fragmente nga jeta e sahabeve, ta lexojmë një sahabi, ta lexojmë një ngjarje nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose pastaj të hym te jeta e pejgamberëve, ku besoj dhe mendoj, sicili prind ka mundësi gjysore 20 minuta me lexu vetë atë ngjarje. Ose e përdor shumë ta takimin familjar për me zbulu ndonjë talent. Unë e cek në aspektin fetar, kjo nuk është dhe vetëm. Mund të jesë edhe në shkenca tjera dhe në njohuri të përgjithshme. Shumë veta, domethënë që janë botë talentuar, ndoshta edhe rastisht e kanë zbulu talentin e tyre. Talent për gatim, e kanë zbulu në të takimin familjar, ka bëu eksperimente edhe për njerë, e ka zbulu se është i talentuar, edhe i pëlqen ajo puna, pastaj bëhet. Mund të hap një punë biznesi. Domethënë biznesi i cili pastaj i sjell ndoshta profit. Kjo është me të vërtetë këto rrjete sociale mund të quajmë vjedhësit kryesor të kohës. Edhe që kohën e cila ka potencial të shfrytëzohet pozitivisht, e shndrojnë shfrytëzimin e kohës në shfrytëzim negativ i cili pastaj ndoshta edhe shndrohet në mëkat. Se kjo është problemi që rinia duhet me kuptu, edhe ne, ti shumë bukur e thave se kjo nuk është problem i periudhës së rinisë, por është problem global. Gjitha etapat i ka përfshirë. Tash edhe dikush që është në moshën e pleqërisë, edhe ato kanë filluar të bëhen të varur nga këto rrjete sociale dhe nga jeta virtuale. Sa ato në këtë mënyrë jetojnë një jetë virtuale në të cilën ata e idealizojnë vetveten. Çka thonë idealizojnë? E tregojnë vetveten sikur me qenë perfekt. Si të thave ti e shkruan një tekst, ti mendon se kjo është akademik, i cili ka mbaruar shkollën Universitetin e Harvardit apo Cambridge'it apo Oxfordit, në realitet është që para tekst me shënun dësha duhem nëse i thua ajde lexoje, nuk duhet ndoshta me lexu. Nuk duhet ndoshta me lexu. Është një iniciativë botërore që e kanë bërë inxhinierët e parë që e kanë themelu këto rrjete sociale, Facebookin, Twitterin, që tash është X, Instagramin, TikTokun, që kanë marrë pjesë në programimin, e quajnë, i pyesin njerë, a e kështë donë fëmijës tuaj në telefon smart, tot asnjoni. Asnjoni tot nuk e kështë donë fëmijës tim. Pse? Sa të këto rrjete sociale përdorin informatat tona për me na profilizu. E kryejnë profilin tonë dhe pastaj varësisht prej profilit të dërgojnë mesazhe sublime, do të thonë mesazhe që ti vinë në formë të reklamës, në bazë të algoritmit që ka përcaktuar çka të intereson ty. Edhe ato thoshin, qëllimi jonë është që me thirr për përdorim më human, më njerëzor të këtyre rrjeteve sociale. Ne dimi se jeta nuk mund të paramendohet pa këto, por së paku ta ndryshojmë atë orientimin, mënyrën e përdorimit, si u thika. Seria ke ndëgjuar, unë e pata ndëgjuar dikun se TikToku për shembull te ne është më shumë për mbajtje banale. Zbavice, argëtuese, ndërsa në Kinë TikToku përdoret për projekte edukative arsimore. Kom dëgju. Kjo nuk di sa është e vërtet mirë, po si do të shohim që sot e kemi këtë problematikë ku e potencoheshim edhe rastin atë idealit i cili jeton një jetë të cilën e shene për rrjete sociale. Edhe duhet mundohemi të flasim me fëmijët tonë, me të rinjtë tonë, t'ju themi atyre që jeta e rrjeteve sociale nuk është një jetë reale. Është një jetë që shpeshherë njeriu për të dalë në skenë ai 20 sekondë që ti e shen, ndoshta dikonin të e bën një video status, ati i ka shku ndoshta apo asaj i ka shku me orë derisa e ka bën, a ka dalë ai çish ka dosh apo ajo çish ka dosh. Edhe në atë moment ose ti e shen një pushim, që shpeshherë neve na ndodh, shkojmë edhe shohna njërin të fotografu volte detit ose me libër në dorë, çish dalë më bukur në karike, edhe po se e ka kry atë foto e ka hudh librin ose as që ka hi edhe në deti me prek ujin. Qëllimi është që dalë një foto e bukur dhe thoje sa mirë në breg të detit lexohet libri. Realisht as librin se ka lexu, as detin se ka shiju, vetëm foton e ka bën dhe ju ka nxjerr një jetë e cila nuk është reale. Domthonë jeta reale është ti me përjetu, edhe nëse rastësisht dikush e sheh, ajo është diçka tjetër. Mirë, po ti me plasu
atë çka nuk je duke shiju, ajo është edhe gënjeshtër. Andaj edhe sot, hoxha në shembull edhe krahasimi me të tjerët. Krahasimi me shembull rinia jon ka një defekt ku mundohet të krahasohet shembull me një familje të pasur. E shikon shembull rrjetet sociale e ka bën një darsëm të pasur. Mundot ta imitojë darsmën e tina. Shembull ose i ka linë një fëmijë, ose ka diplomu, ose gjithçka mundot ta imiton në detaje. Ku pastaj ajo e ka një kosto. Ajo kosto nuk është e përballueshme për xhepin ton. Edhe automatikisht ai pastaj rrjetet sociale e shndrojnë ata në një rob i cili dëshiron kushimisht po them rob derisa ta blej atë motor ose derisa ai të bëhet një darsëm të tillë. Do të unë smartona derisa të i bëj paret, me bë darsëm në filan restoranin me xhujt çështo dhe me bë ashtu, këto janë me shkuar marr nusën me helikopter. Po, shembull, ai se s'dosh ata ceki se mund dikush me keq kuptu nëse e ka provu, që nuk e shoh të ndaluar në sens, mi po, jo për çdo kanin, shembull për kushtet e mia nuk është. Ajo është diçka absurde dhe pa nevojshme. Po dikush i ka prindi ti ka miliona dhe dëshiron atë me bë. Unë s'u baj haram. Mirë po, në atë aspektin edukativ o shoqëror, te rinia, jo çdo sen e cila plasohet në rrjete sociale është duke jetuar në jetën reale. Shembull të ushimet. Ne shohim sot njerëz të cilët shkojnë dhe thotë filan restorani ka këto ushime të mira, ja kanë nxjerr aty përpara 10 lloje të ushimeve. Po mirë, a është realisht ai mi hangur të 10 ata? është logjike, po ai nuk i han. Ai veç i shijon. Ose pallatin i ka ndoshta 200 dhoma. A mund me jetu në 200 dhomat për një herë? Apo ka me shvizu që ato 1,5 metrë katror që ndronë? Ku e banë rob telefoni? S'mund me ka 20 dhoma për një herë. Si do të shoftë? Ne kur flasim për këtë nuk e ndalojmë, po duam që tek rinia ta krijojnë një pasqyrë autentike të asaj çka e kërkojnë në jetë. Edhe ta sfidojnë vetveten. Sa kanë mundësi me arrit do qëllime. Është një problem i dukshëm edhe tek shoqëria jonë. Ku fëmijët apo rinia shumë vrapojnë pas dukjes perfekte, ideale. Edhe për këtë shkak përdorin ato filtra që në rrjetet sociale ose kur dalin në rrugë, dalin me një sasi shumë të madhe të makijazhit, të shminkave. Kjo është e theksuar tek vajzat, po ka edhe djemë të cilët kanë hinë këto filma, domethënë që për më duk më mire, do i përdorin ato, do makijazh, do make-up që është për djemë. Çka do të thonë se kjo nuk është realisht bukurie. Se ajo bukuri pas që të largohet shminka, make-up edhe frizura pasi që të prishet, prapë është ai personi tjetër. Ajo momentale. E ti si i ri, apo ti si vajzë e re, dush me mësu me jetu me ata. Edhe me vlerësu vetën, edhe pa vetë besim. Sepse kjo mënia se si vepron ti, tregon se ti nuk e vlerëson vetën tënde, nuk e vlerëson dukjen tënde, edhe nuk ke vetë besim. Vetë besimi është që ti të jesh e kënaqur me atë çka je. Me siguri ne si besimtar dhe si xhallar mundohemi që rinia t'i ketë parimet e besimit fetar. Ku është morali, ku është sinqeriteti, ku është besnikëria, ku është drejtësia, ku kemi ruajtje dhe mbrojtje nga imoraliteti dhe gjëra tjera. Por këto rrjete sociale tek rinia kanë filluar të krijojnë një nevojë që ata të duken perfekt. Por ajo perfekt është sipas parametrave që i cakton interneti, jo sipas parametrave që i kemi ne, sipas rregullave që i vendosim traditave tona ose sipas traditave tona. Unë atë ne kuptoj në rastis që shpesh duke ecë rrugë i shoh do gjinis femror, do vajzat shkojnë në shkollë në ora 7:30 në mëngjes, të gjitha sikur kanë kaluar një orë apo një orë e gjysmë në një sallon bukurie. Çfarë make-up kanë thyrën? A mos flasim kur bëhet dita e premte, kur dalim mbrëmje në çarshi apo ndonjë vend tjetër, mos flasim atëherë me siguri kanë qëndruar një 2 orë para pasqyrës. Duke i përmbushur jo kërkesat e vetvetes, po
kërkesat dhe Çka do thënë të tjerë? cilësitë çka i ka caktuar dikush tjetër. Kjo një problematik edhe për po them për rinin Ne ton. përpara edhe më këtë po them, hoqë përpara e vlerësojsh me njeriu shka është origjinal. Origjinaliteti. Do shta o konë, do thonë, ma i varë, po i ka pas një lloj origjinaliteti. Ky origjinalitet sot po humbë. Se kretë bon kopje të dikujt që Hoxha dhe teshat trend. blen edhe teshat blen falc po, me emër të trendit që është vetëm ta posedon ai. Edhe në çosën është e dinaj me vetë dihet që është duke gënjë, është do rrejt. E kum ble, ku di tash mos baj reklamën e këto, filan teshën e kam. filan brendin. Po brendin edhe tash me logon e asaj blin. Okej, unë e kuptoj se është dëshirë. Problemi i hoxha çndron që ne jemi duke investu si shoqëri, po edhe si prindër, më shumë në dukje se sa në investimin intelektual, moral, shpirtëror, po edhe ekonomik, që me boni fëmijë shembull gjatë pushimeve verore, duhet ta regjistrosh me një kurs ose ta regjistrosh me një zanat, që ta kupton ai fëmia jon që dinare nuk fitohet lehtë. Shembull, tash pak keq kuptime, unë si fëmijë kam qenë në për zanate. Dhe derisa jam regjistruar në shkollë mesme. Pastaj ka ndryshuar rrethonat e jetës edhe shembull ku vazhdu studimet. Mirë po, unë s'm thon tash hajde ti morr, mirë po, angazhoj fëmijën o me një shkollë të verës, Kurs të dobishëm. po të dobishëm, në çfarë do lloj shkence, o mundo ta çosh me një zanat, o me një sport. Domthonë të mirët me diçka të kësaj periudhe. Edhe çka ndodh? Këtu ndodh ai defekti se ai kur nuk ka investim të tillë, as intelektual, as sportiv, as shpirtëror, asën ai do me mush atë boshllok, edhe do me jetu për të tjerët. Po, Atëherë kur jeton ti për të tjerët, standardet i mënojnë të tjerë për ty, jo ti për vetveten. Shembull, me do e mos dush të dukesh me një formë tjetër, shembull ndash mashkullin ndash femra. Edhe ai ban Kani pranuar në atë rrethin e tyre. realisht kur të edukohemi ne si shoqëri, e në veçanti si rini, se rinia është ndryshimi i shoqërisë. Çose ata ndryshon shoqëria. Çose ata dështon shoqëria. Andaj edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam kur ta bëjmë këtë investim thelbësor këtu të brendshëm, se Islami thret jo me të jashtëm. Patyshim e jashtme është e nevojshme, po është momentale. Jo rastisht bukuria është momentale, pasuria është momentale. Ajo çka është e përhershme është mbrenësia. Vlerat, Si besime. potencohet partit, besimi, drejtësia, sinqeriteti, Besikëria, këto janë të brendshme. E çka po thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam? Inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Me të vërtetë Allahu nuk shikon në pamjen e juaj dhe fizionominë e juaj, po Allahu shikon në të brendshmën e juaj, në zemrën e juaj dhe në veprat e juaja. Që do të thotë investimi i një të riut, kur të jesën në ngritjen e tij intelektuale, të investojnë në dijen e tij. Atëherë dija e tij, meqense ne jetojmë me një sistem për fat keqin në këto shtete ballkanike ku dija nuk është edhe shumë e vlerësuar pa njoftësi, jemi të sinqertë dhe të realt, nuk du këtu të fuz dos pesimizmi. po pesimizmit mirë, po ne të përgatitemi edhe për këtë. Më qenë realist. Po, mirë po, një i Dhe kjo përgatitur. është një problem. Njerëzit Kjo është problem shumë i madh për ata të dhe rinj të suksesshëm ballafaqohen me situatë kur se ke librezën e partisë, mund është me marrë udhën e gurbetit, po, ajo është mesele tjetër, problematik tjetër që është reale. Mirë po, kur investohet të një njeri në aspektin intelektual, edhe atë shpirtëror, ai do të mundohet të ngritet. Edhe ngritja e tij nga familja do të jetë mbi bazën e drejtësisë, mbi bazën e devotshmërisë, mbi bazën e sinqeritetit, andaj edhe ajo zbukurim do të bëhet në norma të cilat i lejon kjo e brendshme të jashtmes. Shembull Zoti e ka lejuar që femra të zbukurohet. Nuk është ndaluar, mi po para kujt dhe kur. Shembull sot në një ereje jon, për fat keqin, them kur shkon në shkollë ose me një institucion që punon, them drejtën si me shku me ndonjë eveniment, jo me shku në punë, që jesën në norma normale, ne kemi dalë edhe në perëndim, sot edhe perëndimin e kemi në për rrjete sociale. E shoh në një vajzë e perëndimit vallai nuk veshet me një veshje të tillë, as me një make-up. ka shumë dozë më të madhe të modestisë se sa të do muslimane. Është origjinale. Po. Është origjinale. Çfarë thashë donë? Mundet njeriu të Ka stilin e vet, e ka këtë. mundet të zbukurohet ose për ndonjë event të caktuar, ka një gëzim, ka një dalje ku diçka, s'po hina se s'm lejohet mu me thon ashtu, mi po
msheli sytë, po them, që në aspektin fetar mbylli sytë, eja në aspektin normal njerëzor. A është njeriu të rije 24/7 vazhdimisht këtu i drejtohem gjenisë femërore të rije me make-up, domthon vazhdimisht jese e ngjyrosur, domthon e zbukuruar? Jo, kjo nuk ka realiteti. Edhe ata të cilët e jetojnë jetën në rrjete sociale, për hir të vërtetës ato përgatiten për një dalje të tillë momentale. Andaj zbukurimi është momental. Marka të cilën ti e vesh është momentale. Po një ditë do të varfërohesh. Një ditë bukuria do të skadoje. Ti do të dalish në originalitetin tënd të cilin je. Sa je i pashëm, i dishëm, sa je i aftë për me tregue atë shka ti e ki akumulu gjatë jetës tane, ajo do të dalë një ditë. Shumë ti mund të shpokon shumë një hoxhi i rregulluar me çallme të bukur, me një sako të bukur, po xhamati nuk lipti me pas çallmën e bukur. E vërtetë është që dush me posedu. Po ajo e cila e ban hoxhën, është dija e hoxhës dhe jo kapuçi i hoxhës. Se kapuçi mund të më vënë kush. E njëjta vlen edhe te rinia. Bukurinë unë nuk e them ana shkalu, mos më vesh bukur, mos më kon nëse Zoti ta ka dhëruar një mirësi. Rinia ka bukurinë vet, që s'ka nevojë të zbukurohet. Po, shembull, unë para disa viteve sa më kanë i zbardhur thinja, domethënë se tash e zbardhna llogaritë si një lloj bukurie. Po bukurie po është e kupton se ajo shkolla e vjetër ku patjetër me kanë. Po. E kupton sa pakime të bardha më i heshëm, e kupton se nuk je ai që e kanë ajo bukuri, po inshallah Allah na zbukuron me iman dhe me sinqeritet dhe me drejtësi. Këto tema janë me të vërtetë shumë të këndshme për mu bash bisedu, për arsye se edhe unë jam më i ri se ju hoxha. Kemi tash gajlen apo atë brengën e fëmijëve ton, po njëtën kohë kur e kemi brengën e fëmijëve ton, e kemi edhe të tjerëve, për arsye se kemi një përgjegjësi më të madhe. Bilim shpesh edhe i tham edhe xhamatit aty ku ligjeroj gjatë hutbeve të xhamos, tham, unë jam gjuetari, mos u bëni gjahu im, për arsye se ndonjëherë unë duhet me kritiku jo nga dëshira që duhet të kritikoj, po unë jam gjuetari dhe aty ku më del gjahu, unë duhet të godas. Që ta marr gjahun tim, që mos të më bëhet dëm pastaj, me më sulmu mua. Në këtë rast ne dojmë një rini e cila e kupton që e mbrenshmja është ajo e cila të shoqëron në gjitha etapat e jetës, në kohë të rinis, në kohë të kur t'jesh edhe më i pjekur, po edhe ajo që është më rëndësi të shoqëron edhe në botën e mshushme në ahiret. Ku tha pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, kur vdesi i biri Ademi deri tek varret e shoqërojnë tri gjëra, e shoqëron pasuria e tij, e shoqëron familja e tij që janë të jashtme dhe shoqëron vepra e tij. Tha familja edhe pasuria kthehen, ndërsa me ty në varr çndron edhe mbyllet me tyje kush vepra ite. Andaj të dashurit e mi, i drejtohem rinis, mundoni të akumuloni sa më shumë gjona të cilët janë të mbrëmshme, të cilët e ndryshojnë të mbrëmshmen e juaj, për arsye se aty është temeli dhe aty ku shikon Allahu subhanahu wa taala, të mundohemi edhe në aspektin intelektual ta akumulojmë me dituri, për arsye se dituria herë do kur do të dalem pa. Nesër ndodh një fatkeqësi, rrjetet sociale po ndalen, pishun edhe luftat që nuk i kemi edhe kanjher jo të largta, po ndodhin në lindjen e afërt ta shkosh ai konflikti atje, edhe shumat që për një moment rrjetet sociale nuk punojnë. Duhet njëri të dalë në realitet dija e tij, të dalë aftësia e tij. Andaj mos u habitni se bukuria skaton, paraja nuk është gjithmonë, pa e cila të shoqëron është dituria, të cilën dush ta posedosh, dhe është bukuria e cila zbukuron njeriu në vazhdimsi. E përjeton rinia edhe njerëzit në përgjithësi një krizë të besimit. Sikur dal nga dal jemi larguar nga parimet themelore të besimit islam, nga lidhjet tradicionale brenda familjes, brenda kombit, sikur kemi filluar me mendu që ne vetvete do të më përcaktu gjërat që e orientojnë rrugtimin tonë në jetë. A kemi një krizë të besimit sot tek rinia? Globalisht e vërtet është bota sot është me një krizë jo ekonomike, jo me një krizë ndoshta intelektuale, akademike, po është me një krizë të asoj spirituale, shpirtërorës, të besimit. Edhe kriza e tillë çon në devime të ndryshme,
ku shoh na sot shembull në perëndim ishte për të habit para disa viteve ka një rast ose disa raste ku njerëzit u formonin në kafsh sikurse çeni. Edhe kjo është në mungesë të besimit. Kërkojnë nga shteti që ti trajton si qend. Po. Edhe ish për të habitën, edhe këto këtë janë defekte të cilat në mungesë të asaj shpirtërorës, të besimit të mirëfillt, atëherë lind edhe nevoja që njeriu nuk e din për çka është kriju. Në mungesë të saj, ajo është një zbrastir të cilën nuk e plotson vetë se besimi. Edhe Allahu subhanahu wa taala e ka cekë që zemrat janë të pa plota derisa nuk i dëgjojnë fjalët e Zotit. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Në momentin një zemër e cila nuk përmend Zotin, një shpirt e cila nuk e përmend Zotin, atëherë ajo është bosh. Njeriu përbëhet prej dy komponenteve, prej komponentit fizik, që është gjaku, trupi, që ka nevojë për ushqim, edhe janë prej tokës, se prej tokë edhe njeriu i krijuar. Mirë po shpirti ka nevojë për atë shpirtualen, shpirtërore, vahjin, shpalljen. Ajo është që të vjerë nga besimi dhe bindjet të cilët janë prej qiellit, edhe aty ku ka ardhur dhe kanë zbrit librat e Zotit dhe libri i fundit që është libri Kurani, Adhimu Shan, libri i Allahut subhanahu wa taala, ku ne duhet të morëm me aty dhe të ushqim shpirtin ton. Në mungesë të saj, njeriu atëherë çoroditet. Ndërsa në momentin që njeriu ta dihet qëllimin e krijimit të tij, që thot Zoti i Madhueshëm, "O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam kriju njerëzit dhe e xhinat për asgjë tjetër vetëm mu të më adhurojnë Allahun e lartë madhëruar. Në këtë kuptim, kur ne e shohna globalisht është humb besimi ose nevoja për besim, atëherë njeriu kalon te ajo materialja nuk ka kufi. Sot e ki dëshirën të jesh eudhu billah një kafsh, nesër ki dëshirë të martosh me xhinin e njëjtë, ose Zot na ruaj që ta ndrosh gjinin. Këto janë mo devime të shumta ku kam dëgjuar hoxha ka raste që njerëzit shkojnë për shtëpi të përbashkëta ku atje ndrojnë edhe partnerin. Domthon ta shijojë ndryshe. Eudhu billah, kjo është një devim, besoj edhe te bota shtazore, nuk është e pranueshme lema ajo bota njerëzore, kur humb besimi që në brendësinë e saj e ka dhe moralin, e ka dhe sjelljen, atëherë hup edhe kodi familjar. Aty nuk ka vizit, nuk ka aty përmbajtje se ku duhet të ulet shikimi, ku duhet të ruhet nefsi dhe ajo ego epshi i tij. Atëherë besimi është ajo balansi i jetës. Në momentin që tërheqet besimi për një individi, konkretisht për një të riut, unë e tham i riu mundet me bësh shumë gjana. Kur je i ri, mundesh me bësh shumë gjana, edhe me bë mirë, po edhe me bë keq. Mundesh me bësh shumë zina, mundesh me bësh shumë vjedhje. Po vakinjoni do me bë zina, po e kalon ku veti, mos ka mundësi. Mirë, po i riu e ka atë energji dhe e ka atë forcë që në atë kohë me shfrytzu eudhu billah epshin e tij për të keqe. E kush është balansuesi i tij? Besimi. Besimi e ndal, thot egos ndalu. Ti nuk guxon, Allahu subhanahu wa taala e ka ndalu. Andaj edhe te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edukuesi më i mirë, kur er sahabiu një i ri me veta, a ma lejon amoralitetin zinon, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si u edukoi dhe si u zoi. Tha një gjë të tillë, a ja dëshiron familjarëve të tu, duke filluar prej nanës, motrës, tezës dhe kështu me radhë? Ai tha jo. Atëherë tha as njerëzit e tjerë nuk ja dëshirojnë familjarëve të tyre. Andaj edhe këtu ishte shërimi dhe balansi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bindi me një shembull të cilin e boni moral. E morali vjen prej besimit. Në momentin që nuk ka besim hoç, nuk ka moral. Kur nuk ka moral, një krizë të besimit, nga se më tepër ndikohet tek rinia ato me gjërat që janë të dëmshme, devijuese sesa me gjërat apo me mjete që i edukojnë edhe i orientojnë drejt së mirës. Prandaj është një sfidë e madhe edhe për hoxhallarët, edhe për arsimtarët, edhe për familjarët, kryefamiljarët, se si me arrit që rinien ta mbrojmë nga këto ndikime kaq të dëmshme dhe kaq devijuese. Për shoqërinë tonë shqiptare këtu, musliman, ka qenë e pamundshme që rinia me zhvillu një bisedë rreth martesave njëgjinore, për shembull. Po tash është bërë një pjesë e diskursit e bisedave që domethënë rinia i pranon si diçka normale, në thojze. po kjo është edhe një agjende huaj, besoj që i shohna për këto shtëpitë e ndryshme që i bajnë ato,
sidomos trendet në kohën e fundit në Kosovë dhe në Shqipëri ku i kemi, për fatkeqen ku një pjesë e jonë edhe pse jemi në Maqedoni, ne jemi ndikuar shumë nga emisionet dhe TV-t e shtetit të Kosovës dhe të Shqipërisë, ku janë pjesë e jonja dhe ne me pjesë e atyre në aspektin mediatik. Shembull, çdo vit e kom pa është një agjendë e tyre, ndoshta në mënyrë të fshehur publike, ku futet një njeri, për shembull, i cili është me një sëmundje unë e quj, që është që i thojnë apo një njeri i cili ka shenja të gay, që i thënë këtë gjuhën asaj internacionale, apo e kundërta një grua e cila prezanton amoralitetin në mënyrë të hapur. Edhe kjo është për normalizimin e syrit, edhe dëgjimit të shikuesit. Shembull, ulën prindërit bashkarisht, unë e kam trajtuar në xhami këtë tematik, ku më thonë bashkarisht që është ndaluar, ato emisionet të shikohen, edhe të përcjellen, bashkarisht shikohen emisionet e tilla. Reality show që i thënë. Reality show, po. Edhe se emri i tyre nuk më kujtojnë. Edhe shembull, ty aty bashkarisht me një fjalë ti fillon me aktorin në fjalë, ti të socializosh. Edhe në moment ti thu nuk e du veprimin e tij, ama kis s'ka na djali keq. Ka dale. Kis s'ka na djali keq. Apo e patëm rast ku një djalë nuk kish bot çik, apo kupton? E din? Edhe automatikisht në sa bot çik nuk e di, edhe automatikisht i bjen puna hoxha që familja fillon që edhe ai ka dale me relativizuar, nuk është diçka çaq e keqe sa ka thënë hoxhallar përpara. Kjo është defekt, hoxha. Kur një hoxh fol në emrin e Zotit, se ne nuk folmi në emrin ton, kur themi që është haram, ne i shohna parametrat fetar, jo parametrat materiale dhe reklam. Edhe ti thu xhamatlit të nderuar, edhe në shoh se i duke shikuar, ta di që është haram. Mos e legalizo, më thonë jo be kur xhoxha, bile është edukative se un kom pas edhe debat, më ka thonë jo xhoxha, përkundrazi, ne si familje edukohemi, mësoj, piku i kemi mësu. Për një të tillit i cili nesër e dëshiron ti për djalin tan. Fatkeqësisht me i vetë nxënësit do një leksion që e kanë marrë në shkollë, nuk e din sa i din krejt banorët. Bisedat. Shtëpisë së Big Brother. Ose bisedat e tyre. Apo bisedat e tyre, emrin, nga vjen, sa vjeçar është, çka i pëlqen, çka si i pëlqen, krejt i din. Detajet, që është një katastrofë në vetë. Në fillim të bisedës e cej ka është një sfidë shumë e rëndë për neve krye familjarët, se shembull unë jam ose unë edhe ti jemi mafetar, po themi dhe sot edhe fëmijët tonë kur ballafaqohen me shoqërinë, po të jenë të pa interesuar për trendin në fjalë, reality show që janë, atëherë konsiderohen si njerëz të prapambetur dhe indiferent nga trendi. Edhe pastaj ata njën të bullizuar. Shembull, edhe shumë sfiduese për neve, të cilët edhe mundohemi mi pengu nga këto. Të prapambetur. Po, prapambetur. E këtu hoxha ndodh ajo pasaj ajo kalimi i filtrit, se ja fillon këtu duhet të kthem te biseda jote, ku thove pasaj kthehet dhe thotë e normalizon. Po nuk prish punë. Pse padaj veprimi i tij nuk është i mirë, ama ai nuk është djali i keq. Ajo nuk ishte keqe, po veprimi i saj është i keq. Është më i sinqert se do të tjera. Po. Edhe automatikisht normalizohet edhe sot bisedat në tavolinë i kemi të tilla që lejohet. Hoxha kur largohet besimi, atëherë automatikisht njeriu don me mbush ata me diçka. Domthon Allahu ka kriju njeriu prej shpirtit dhe trupit. Nëse nuk e ushin shpirtin tan me iman, me besim, edhe nuk i përkulish madhnisë Allahut, me do e mos do të vinë këto devime edhe në familje. Domthon kjo është jashtë asaj që duhet unë mendoj dhe besoj shpeshherë duhet munor me meditu realitetin e dunjas. Sa është afatgjate, sa e kiti kur s'ka don, ose a i s'ka duhes ti, se kur s'ka dojmë Allah edin, kur na vjen e gjelit që themi ne. Në këto prizma ti me fol me vetveten me nale edhe familjarën tu, rinijën këtë rast, me di që i rinija është një fazë e cila do të kaloje. Dhe për një moment do të vere një fazë tjetër e jetës. Në qo se ti nuk e ki besimin, do të kesh shumë probleme edhe në aspektin e ngritjes tone të jetës, edhe familjare, edhe financiare, edhe intelektuale, po besa edhe asaj mendore. Që sot është shtu në mungesë të besimit, shtu një trend shumë i keq, ku rinia jonë kam fatin të takona me mjek të ndryshëm, edhe që nuk është turp, edhe psiholog edhe psihiatër,
ku na tregojnë psikologët, na tregojnë që është një trend në rritje, thotë vin nga mosha 7-8 vjeçare. Shqetësime, Kam stres, çfarë stresi me ki 7 vjet ti be? A kupton 7 vjet stres kam. Çfarë stresi ki ti? është një statistikë që e kanë bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej kur janë paraqitur këto rrjetet sociale, përqindja e çrregullimeve psikologjike, mendore, dhe përqindja e vetë lëndimit, dhe përqindja e vetë vrasjes, është rrit tek një stres të vajzave që asnjëherë s'kan pas probleme të tilla. Mosha 8 deri në 14 vjeçar është rrit dukshëm. Para në qatë mosh, kur janë ato akoma fëmijë, akoma do të thonë nuk kanë vizion të qartë, shkaku i këtyre ndikimeve të jashtëm edhe shkaku i mungesës të edukimit të duhur, mendojnë për me bo vetvrasje, mendojnë që ta lëndojnë vetveten duke i prerë, ose mendojnë që ta Po ka dhe lura shqetësime mendore, do të thonë nuk dihem mirë, nuk jam e disponuar, kam stres, kam ankth, kam frikë, depresion dhe kështu me radhë. Në për rrjetet sociale o gjobish ndërhy edhe jo ta plotësoj, po vetëm ndërhy, ka dhe disa lojra po thonë sfiduese me nivele. Derisa niveli më i lartë po thonë është për me bon vetvrasje ose kështu me radhë, që janë zotnarue. E kjo kur lind? Lind të një shoqëri e pa edukuar në aspektin e besimit, në mungesë të besimit. Shembull, familjarët e tonë, jo rastësisht na kanë çuar nëpër mektebe, po të kthehemi edhe te aspekti i pejgamberit, te aspekti fetar, ku pejgamberi unë sallallahu alajhi wasallam na udhzon fëmijën nga mosha 7 vjeçare me mon xhami. Sot e zona defekt një prindër me paçi me djalin e tij, me vajzën e tij, mundohet ta kesin mekteb, ta kesin xhami bashkarisht. Edhe kjo është domethënë defekti i investimit të prindrit në atë etap të jetës të fëmija, pastaj ajo ka defektet e saj edhe sociale, edhe mendore, po thëmë psikologjike, që pastaj në mungesë të besimit ai edhe më ndodh një fatkeqësi e vogël ose ai çmendet. Nuk është i përgatitur. Amo besimi e përgatit njeriu. Shmeti ka çdo sfidë, besimi është. Unë shpesh e përmenda me këtë do ta përmbyllim këtë se pak se zgjatëm. Kërkoj falje. Jo. Temi është shumë e këndshme, sidomos me juve me fol. Meriton me u trajtu edhe më tepër, po inshallah do ta kemi rastin në një emision tjetër. Unë shpesh e analizoj bindjen e komunistave. Gjatë luftës së dytë botërore, shumica për komunistave që kanë vdek, ose janë pushkatu, janë vrarë, kanë qenë në moshën e si thënë në lulljen e rinis, 21 vjeçar, 23 vjeçar. Çka ka qenë shkaku që ata frymëzimit e ra kanë qenë të gatshëm me sakrifiku vetë. Me fliue. Çfarë ideologjia, çfarë besim që e kanë pasë ato ndërtojnë një shoqëri më të mirë. Edhe i ka bërë të qëndrojnë stoik edhe të paluhatshëm edhe në fytyrë të vdekjes. Në parimet e tyre. Kjo është edhe çashtu edhe alama tepër me besimin islam. Të ndihmon të te kalosh problemet psikologjike, mendore, të ndihmon të te kalosh sfidat financiare, të ndihmon të te kalosh sfidat e ndryshme në jetën profesionale. Pse? Se ti besimi ta forcon lidhjen me krijuesin tënd. E krijuesi, Allahu subhanahu wa taala, nëse thot bëhu, s'ka çare po mos. Patjetër bëhet ajo që ka caktuar Allahu Gjeleshana. Wa'lam anna ma asabaka lam yakun li yukhtik wa anna ma akhta'aka lam yakun li yusibik. Çfarë me kuptu kënaqshmi. Ajo që ka godit, s'ki pas për mi hik. Ajo që nuk të ka godit, s'ki pas ti për me zonë dhe me të godit. Allahu janë ngrit lapsa dhe janë tha fletore. Allah inshallah na ndihmon që të ndikojmë pozitivisht tek rinia jon, edhe ne bashkërisht me to të ndryshojmë pak më e mira, ajo që është më e dobishme për neve në këtë botë dhe në botën tjetër. Hoxhi nderuar, faleminderit shumë që ishe sonte me neve. Allah është përbleft e inshallah do ta vazhdojmë bisedën se ka disa pyetje që nuk arritëm që ti elaborojmë, po inshallah në ndonjë rast tjetër. Është kënaqësi çdo herë më kanë mysafiri juaj me bashkëbisedë me juve. Jetën kur ne përfitojmë nga ju, po kështu na ka rrodha që ti je ai udhëheci i emisionit dhe ne përfitojmë gjatë dëgjimit të pyetjeve të cilat i Allahu nderoft. Allahu nderoft. Të nderuar vëllezër dhe motra, ju që ndiqni podcastin ton, ky ishte podcasti për këtë javë. Ju përshëndes, selam aleikum wa rahmetullah.